Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish së bashku për të ndarë ngjarjet më të fundit që po ndodhin në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Ditën e sotme ka ndodhur një bisedë apo një diskutim mes Mateos edhe Brikenës. Mateo është shumë i prekur që Brikena ka kërkuar që ta lërë shtëpinë në këtë pikë të lojës, sepse sipas tij, ai nuk mund që të qëndrojë brenda pa Brikenën në shtëpi. E shikoj që mbrëm që Mateo është shumë i tensionuar, është shumë i trembur në fakt nga vendimi që mori publiku që Brikena të shkon kokë më kokë me Gimbo, nuk këtë gjë e kam thënë prej në momentin që dole në televotim, do me thënë nuk shkon dhe Mateo dhe Selin, sepse Mateo dhe Selin janë dy banorët më të fortë, Brikena dhe Gimbo shkon për të dalë të martën Gimbo. Mateo po e përjeton shumë keq këtë gjën, që mbrëm në fakt ka qenë shumë i mërzitur, ka vendosur që të qëndrojë më së shumti vetëm, ka qëndruar në vask, ka qëndruar në dhomën e ndenjës, në dhomën e gjumit, nuk shkoi as në mbrëmje, as në partin e organizuar, sepse ka frikën që Brikena do të largohet të martën pas mesazhit që i dha publikut. Në diskutimin e ditës së sotme, Mateo i tha Brikenës se si mundesh ti të japësh një mesazh të tillë, kur natën e mbrëmshme këtë gjë as nuk e diskutove me mua, ndërsa Brikenës i kishte ngelur hatri në një farë mënyre që Mateo nuk ja tha këto muhabete natën e mbrëmshme kur Brikena dëshironte që të lërë shtëpinë e Big Brotherit dhe jo sot që në fakt tashmë Brikena kishte krejtësisht mendime të tjera. Unë mendoj që Mateo dhe Brikena janë aq shumë të dashuruar, sa që në këtë rast Mateo është më së shumti i dashuruar, do me thënë që nuk di të kontrollojë emocionet e tij, sa që është duke e menduar momentin, do me thënë krijon këtë lloj iluzionit në kokë si do del Brikena nga shtëpia, çfarë do të bën Brikena jashtë etj etj. Mateo sot ka dhënë një deklaratë që në fakt mua më ra në vesh si deklaratë, që nëse del ti, edhe unë nuk ma merr mendja që do ta vazhdoj rrugtimin tim. Do me thënë, nuk e tha që unë do të dal nga shtëpia e Big Brotherit, por e la të nënkuptueshme që nëse Brikena do të largoheshte nga shtëpia dhe Mateo do të mbyllte rrugtimin në këtë pikë të lojës, sepse i vetëm nuk mundet të vazhdon në këtë lojë. Sot e pa qartë dashurinë e tyre teksa po bisedonin tek tavolina e bukës, tek veranda, do me thënë që është në pjesën e jashtme, dhe po e shijonin të dy diellin, por ishin edhe pak të stresuar. Tani unë mendoj që Brikena është pak më e zgjuar. Brikena e ka kuptuar se çfarë influencë ka Mateo jashtë, e ka kuptuar se sa e duan Mateon, sepse të përzgjidhesh i preferuar, të jesh edhe lider, nuk është pak dhe mendoj që duke i parë të gjitha këto pikat, ajo ja tha edhe sot që nuk e ka problem edhe në qoftë se del, edhe pse Brikena nuk është banorja që do të del të martën. Por gjithsesi, të gjitha ato të cilët dyshojnë në këtë marrëdhënie, unë mendoj që është një marrëdhënie shumë e vërtetë, është një marrëdhënie shumë e sinqertë dhe ashtu siç e tha Brikena sot që nuk dëshiron që t'i jep puthjen Mateos në shtëpi, sepse kjo puthje mund të merret nga banorët e tjerë si një përdorje për nominim apo për lojë, Brikena këtë gjë do ta vazhdon jashtë. Unë e shoh Brikenën të dashuruar me Mateon. Do me thënë, çifti nuk duan dot të ndahen nga njëri tjetri.